taksistat janë gjendje me t'i fol 5-6 gjuhë huja. Në të paktën për vete shumë pak shembull gjendja në Egjipt ose në një vend tjetër që sigurisht ka. Po tash kjo varet për njerit. Ka njerë që e din që ekziston, ti e tu di që ekziston që ka në Egjipt, po mundet mos me të pëlqy me pa me sytë tu. Po. Nuk don me pa një qasë lloj gjendje, pëlqen me shku me bo një pushim ose me pa një pjesë caktuar tjetër të Egjiptit. Po. Për mua katërek me pa shumë ata se të bën me mendu, mas pari për vetet se çysh jeton, me pa se çysh jetojnë tjerët edhe me ta jap një kuptim tjetër tjetës. Pak të mua ata ma ka jap kur e kum pas se çysh jetojnë miliona njerëz se çka ka nëpër botë, më ka bo shumë atë për ulër, më ka bo shumë ma komentok edhe më ka bo me vlerësu edhe me dasht, jetën, vendin tam shumë, se sa që jam kohën deri në atë pikë atëherë. Tash do më thonë zeni mire ka pas. Me Parisin, unë ka mundësi që ndroj me Parisin. Di që edhe Paris ka shumë bërma. Po shumë ka bërma. është dhe të mesme, që ka ndodhë atje. Ja, Parisi ma shumë e ka një hype të madhë, se sa që është qytet shumë i bukur, të paktën sipas meje. Ma shumë e ka hype-in, se sa që... E dash qytetarët, se sigurisht që është pyta, ke qëndru edhe ke pas mundësi me bisedu me dikon me pyt që ka pëndodhë me këtë vend. Unë e kum pas fat, aty në simpozium të artit ka qenë edhe një artist pikrish për Kairos, një Egjiptian. Ai ka qenë këtë kohën pothuajse me mu. Po veç, a ka qenë i nivelit në më dhe i pasur, apo ka qenë... Mesatar, me thonë. As si varfër, as si pasur. Nashta për Kairo ka bo jetë nashta pak ma të mirë se sta qëta që po përshkryjone. Po. Edhe ai kum pas fatin me më tregu dhe me më tregu kretë qëto lagjet, qëto vendet, për shëtit me ta dhe në ma ka shëtit në për këto vendet për me i vizitu me i po. Ako normali kum pas shumë atlet me ta, edhe pse Egjipti për turista të respektojnë shumë, kanë respekt shumë të madhë, sidomos taksistat janë gjendje me t'i fol 5-6 gjuhë huja, të pyt, apo do me fol anglisht, gjermanisht, frangjisht, rusisht. Janë mosh 3 ata, jo, të vjetë. Edhe të vjetë 5-6 gjuhë. Kanë respekt shumë për turistat. E pse folin 5-6 gjuhë, qysh? Po për shembull në Egjipt ka shumë turista përgjithsisht që shkojnë. E pse nuk është zhvillu vendi, s'pe kuptoj? Nëse ka turizëm, po tash... Për shembull, e marrim krahasim Turqinë. Po. Adin, Turqia mundesh me dalë me lëviz në për zona ndryshme, por nuk e ki këtë gjendje. Po, e vërtet, edhe prej kulturës, është shumë e vërtet është e që edhe prej qëfar kulturë ka pas Egjipti, kush ka qenë Egjipti, do me thonë, po kjo më varet edhe për njerës, unë e kum pa edhe në komente që kanë shkru, pikërisht në këtë videon, edhe është e vërtet, se që se krasoj me ne shqiptarët, se cili për nesh e kemi shpinë e pastër, e kemi oborën e pastër, po sigurohemi e pastër dhe rrugën jashtë derës shtëpisë së pastër. Ata nuk e kanë. Qëse kanë borlogun para vetës e lojnë që aty. A dhe tash kjo mbajt për njerëzve aty që jetojnë. Shoku ai aktori që t'ka përcjell gjatë tyre rrugëve, qysh e spjegoj atë gjendje? Do të thonë, është edhe që vetë shteti nuk mirët apo qysh? Po është pjesë edhe vetë shtetit, është do me thonë luftrat që i kanë pas, është varfëni shumë e madhe. Do me thonë, edhe pse kanë turizëm shumë të madh, po qysh po thamë, ta shkajnë varet për njerëzve aty që jetojnë. Se sa munden me përdorë këtë turizëm për me vazhdu matutje, me bo diçka ma mirë.